Të nderuar kolegë, Shqipëria prej më shumë se një dekade nuk po përjeton thjesht një cikël ekonomik të vështirë. Shqipëria po përjeton pasojat e një sistemi fatkeqësisht të ndërtuar me vetdije. Një sistemi ku korrupsioni nuk është devijim, po është kthyer në rregull, jo aksident, por është arkitekturë. Dhe sot në ndritën e procesit të integrimit, po edhe në ndritën e shpopullimit masiv, emigrimit, mbylljes bizneseve, zhvlerësimit e euros, kjo arkitekturë po dele zhveshur, po dele ekspozuar, po del njëkohësisht edhe e pamohueshme. Sepse le të jemi të qartë, korrupsioni në Shqipëri nuk është një fakt abstrakt, nuk është as relativ, nuk ndodh njësoj siç ndodh në vendet e tjera të rajonit, nuk është as një debat teorik, por nga ana tjetër është diçka praktike që është ulur këmbkryq në këtë parlament e që sot po e përjeton çdo familje. Korrupsioni është taksa e fshehtë që paguan çdo shqiptar, çdo familje, çdo biznes, çdo i ri që përpiqet të ndërtojë jetën në këtë vend. Është taksa që nuk votohet në këtë sallë, por që vendoset çdo ditë mbi çmimin e ushqimeve, mbi faturën e energjisë, mbi shërbimin që qytetarët marrin. E ndërkohë që flasim për rritje ekonomike, qytetarët paguajnë më shumë e marrin më pak. Sot Shqipëria renditet në rendin e 39 pikëve në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shumë larg mesatares Bashkimit Evropian, e cila është 60 pikë. Ky nuk është perceptim politik, ky është një fakt, ky është një realitet që sot e ka përjetuar e gjithë shoqëria shqiptare. Ky është një model ekonomik që fatkeqësisht ka zënë rënjë e nuk po ndryshon. E këtu lind edhe pyetja thelbësore kur ne diskutojmë për pastrimin e parave. Cilat janë tre fushat kryesore që pastrimi i parave ka ndodhur dhe që gjithë raportet ndërkombëtare e citojnë si problematik. E para, lojrat e fatit. E dyti, ndërtimi, dhe i treti është sektori i turizmit, ku qeveria ka pasur dhe uljet e taksave edhe favoret fiskale. Çfarë ka bërë qeveria shqiptare për ta luftuar pastrimin e parave? Së pari, ka kaluar në këtë parlament një ligj për paqen fiskale. Një ligj për paqen fiskale i cili amniston të gjithë bizneset të cilët nuk kanë paguar taksat në të shkuarën, por hap dhe një kanal informal për të gjitha bizneset në të ardhmen, për të deklaruar fitimet të ardhshme dhe për të pasur një ulje taksash. Së dyti, ka miratuar dhe një ligj për lojrat e fatit. Një ligj për lojrat e fatit i cili legalizon pikërisht informalitetin që ka ndodhur me këtë sektor që është i dyti që pastron para. Nga ana tjetër, edhe një ligj për faljen e gjobave. Tani çfarë ka ndodhur me tre ligjet? Me të tre ligjet edhe ligjin e rivlerësimit ndjes. Çfarë ka ndodhur me të tre ligjet? Me të tre ligjet, qeveria shqiptare ka dështuar që të publikojë vendimet e Këshillit Ministrave. Tani çfarë është kjo? I bën nder disa bizneseve dhe pastaj nuk i lë që të zbatohet legjislacioni. Përdor nga njëra anë karroton si premtim për biznesin edhe më pas edhe presionin. Pikërisht për këto biznese, edhe me premtimin që këto do të realizohen. Sot tatimorët janë sulur mbi biznese, po vendosin gjoba masivisht, ashtu siç vendosën atëherë mbi profesionet e lira, ashtu siç vendosën pak muaj më parë, kur sistemi nuk punonte, dhe për fajt qeverisë, bizneset u detyruan që të merrnin gjoba shumë herë më të larta se xhirot e tyre. Dhe kështu korrupsioni i vogël, ai që dikur ishte në fund zinxhirit, është ndruar në një korrupsion të madh. Është bërë në institucion, një korrupsion që nuk kërkon më në dorë, po ndërton ligje këtu në parlament, si këto tre ligjet që përmenda unë, ligje që janë në thelb edhe të pastrimit parave. Pasojat janë të matshme në ekonomi. Unë i dëgjova me shumë interes kolegët që folën për një betejë që ne duhet ta pranojmë, për betejën ndaj luftës së pastrimit parave. Po është një betejë që për ta kryer një herë së pari ne duhet ta pranojmë që ekziston si fenomen e si problem në Shqipëri. Po deri më sot ju e keni mohuar që pastrimi i parave ndodh në Shqipëri e realizohet në Shqipëri. Fatkeqësisht sot Shqipëria ka çmimet më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian. 60% e çmimeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që të ardhurat janë sa 20% e të ardhurave të Bashkimit Evropian. 2/3 e rritjes ekonomike vijnë nga sektori, nga zgjerimi i sektorit të ndërtimit dhe sektorit publik. Praktikisht rritja ekonomike në xhepat e qytetarëve shqiptarë është zero.
është negative. Efektet sot po i shohim në bujqësi, efektet sot po i shohim në të gjithë eksportet shqiptare, ku vetëm në 2 muajt e fundit kanë rënë 33% eksportet e janë rritur importet me 23%. Ky është modeli ekonomik që kanë ndërtuar, model ekonomik që nuk prodhon, ndërkohë që energjia, inovacioni, prodhimi me vlerë të shtuar mund të ishin shtyllat e një ekonomie moderne shqiptare, po jo në këtë klimë. Në klimën që kanë krijuar fatkeqësisht sot nuk mbijeton me i Zoti, po mbijeton ai që është më afër pushtetit, sepse le ta themi hapur, nuk ka ekonomi të fortë kur nuk ka shtet ligjor, nuk ka investime serioze, po nuk pati një garë të hapur në ekonomi, po nuk arritëm që ta zgjerojmë bazën e ekonomisë, jo ta ngushtojmë ashtu siç ka ndodhur sot me një grup biznesesh. Është e pashmangshme që bizneset mbyllen e bizneset të falimentojnë. Nga ana tjetër, dëgjova ministra që folën për investimet e huaja direkte. 60% e investimet e huaja direkte janë sot në real estate, në prona të patundshme. Praktikisht, po pastrohen para edhe nëpërmjet investimeve të huaja direkte. Ndërkohë që të ardhurat që vijnë nga remitancat janë pothuajse në të njëjtin nivel si investimet e huaja direkte, ndërkohë që duhet ishte një raport komplet tjetër për Shqipërinë. Çfarë thon raportet ndërkombëtare? Ekonomia shqiptare, thot FMN-ja, luhatet në një nivel informalitetin ndërmjet 30 dhe 40%. Ndërkohë që në disa sektor, veçanërisht ato ndërtimit ka shkuar në mbi 50%. Edhe në tregun e punës është i përhapur, 30 deri në 35% e punësuar në sektorin privat janë informal. Kjo është ekonomia shqiptare sot, është ekonomia informalitetit. E çfarë bën qeveria shqiptare? Besoj që e keni dëgjuar që qeveria shqiptare kohë të fundit ka publikuar dhe disa paga reference. Ka shkuar dhe po lufton berberët. I ka nisur berberëve një listë me çmime reference që duhet paguajnë ato, sepse ato janë informal. Ai është problemi i ekonomisë shqiptare. Nuk është ndërtimi, nuk është pastrimi parave në sektor si lojrat e fatit, si turizmi, po janë duke luftuar masivisht biznesin e vogël, profesionistë e lirë, biznesin i cili sot mezi mbijeton, ndërkohë që sektori i ndërtimit e sektor të tjerë kanë arritur normën e 50% të ekonomisë informale. Këto shifra nuk janë as tonat, as të prodhuara në disa zyra të Partisë Demokratike, po janë shifrat të institucioneve ndërkombëtare, ku janë kthyer në problem real të dhënat për sa i përket ekonomisë informale, janë kthyer në problem real edhe ndërtimi dhe lojrat e fatit edhe turizmi, si 3 sektor potencialisht me një risk shumë të lartë pastrimit parave. Dhe pikërisht për këto 3 sektor që janë kthyer në risk për pastrimin e parave, qeveria shqiptare na sjell këtu 3 ligje speciale për të stimuluar akoma më shumë pastrimin e parave në këto 3 sektor. A ka nevojë që ne sot të ndërmarrim në këtë parlament një reformë të plotë? A ka nevojë që ne ta njohim së pari si problem për ta fituar, për ta luftuar këtë betejë? Po pa i njohur si problem është e pamundur me ligjet aktuale, me sistemin e ngritur aktual, me mungesën e vullnetit politik. Ky problem do vazhdoj dhe do ekzistoj dhe do të ulet këmbkry që këtu në parlament, po në familjen e ndryezën e çdo qytetari shqiptar, ashtu siç ka ndodhur e ashtu siç po ndodh çdo ditë. Por nëse qeveria e mohon si problem, nëse qeveria e përdor thjesht si një retorikë, një propagandë të ditës për të sulmuar opozitën, se edhe lejet e ndërtimit opozita i jep, mua më vjen keq të them, po jemi po në të njëjtën situatë që ishim pak vite më parë, kur Shqipëria ishte në listë të ngritë pastrimit parave. E unë dua t'i kujtoj kolegëve që gjatë 4 viteve të fundit, opozita ka prezantuar dhe ka propozuar dhe disa ligje për ta luftuar pastrimin e parave. Ne kemi propozuar një projekt ligj që në sektorin e ndërtimit për të gjitha kompanitë që ndërtojnë të bëhet një verifikim i bilancet tyre, të mos jenë me bilance zero, po të kemi një historik rekordi të investimeve që ato kanë, të fondeve që kanë. Se çfarë ndodh sot? Një kompani që zotronte lojra fati, shkon merr një leje ndërtimi, merr një kredi në bank, pastron para dhe mbyllet cikli, dalin nga tregu të gjithë bizneset e ndershme e serioze. Ne bën një propozim ligjor për këtë që u refuzua. Pak vite më parë ne miratuam edhe ligjet që Shqipëria i kishte të nevojshme të miratonte për të dalë nga lista gri e FATF-s. Edhe ato i miratoi opozita. Dhe ku ndodhemi sot? Sot jemi në një situatë akoma më të vështirë, akoma më të keqe se që ishim pak vite më parë. Thënë kjo, unë besoj që ka disa betejë që përveç ligjeve kërkojnë edhe vullnet politik. Përfundova.
Ka disa betejë të cilat përveç ligjeve kërkojnë dhe vullnet politik. Po vullnetin politik nuk e jep opozita. Vullnetin politik e jep maggioranca. Maggioranca që e ka kthyer këtë sistem në një mënyrë jetese për bizneset, mënyrë jetese për qytetarët, mënyrë jetese fatkeqësisht edhe për shqiptarët që po largohen. Unë besoj që Shqipëria sot nuk ka nevojë për propagandë. Shqipëria ka nevojë për pak gjëra të thjeshta, konkrete, të cilat nuk bëhen e nuk kam për të bërë nga kjo qeverisje. Faleminderit. Faleminderit. Kjo ishte